Vetëm Playboys do t'jetë. Unë ja kam thënë, ti e ke cover Playboy dhe ke për momenti derisa si e fiksu të se ke vendosë që me këtë do bësh familje. Po momenti që ai e vendosë, unë e di shumë mirë që ai Playboys është. Po, unë e menoj që ky kur e don dikan, e don kështu. Amo shumë. Po në të falë, mos prit. Po ja, këtu në Big Brother për shembull. Nëse me siguri, palesa ka për të mëshajt që dhe në këtë moment. Këtu në Big Brother për shembull. Momenti që u afru me mu, mendon një Playboy çfarë bën? Njëkohësisht është fjala më atë femër që e do dhe ka ndjesi që i shprehu, njëkohësisht shkon bën gjëra me tjerat. Bërja ai diçka me tjerat? Përveç se bisedave normale dhe afrimiteteve normale? Masi që u lidh me tyja? Po, pasi u afrum. Nuk bëri. Himi e din sakt çka bën. Mos u habet. Jo, e ka fjallën din ta vlerësoj femrën që e ka në krah. Nuk është thjesht jetë me femrën që e ka në krah dhe prap mendjen ta ketë 100 milion femra. Ama Limi ka gjetë shpirtin binjak të vetën. Kështu e gjykon ti, a? Pse ti mendon se fjalët ai ka kështu kot najer, kur thot që ka ndjesi për mua dhe erdhi sti që real. Në fytyrë Tina, nga maj ka lujt shumë dhe këtu mrena. Ka lujt. Ama Limi nuk lun me të shprehurin e ndjesive, nuk e vun këtë gjë, më besa. Po më vjen keq që besa me së është ai këto, po unë e pro në fytyrë Tina, kum po një shumë e ka lujt qatë pjesë. Okej. Së është këto edhe nuk po du me folë që së është. Po masi veç të pe qelë si nuk e njih një tamam. Ai realisht nuk ka nevojë të mashtroj asë si ndjet në raport me shoqëni, me familjen, po edhe për ndjesit e tjera. Kur ka hi Limi mrana ashtu orë me don infuzion edhe dul. E për që ta mu po më çudit që po thute, unë po du me dol. Infuzioni është muhabet tjetër, ama, po mirë, tani që më ka dhënë infuzion që realisht mund që ka diku ekstrem pozitivisht që ndresa ime këtu, të audiencat, të vëmendjat e gjërat, unë se vend diskutim. Edhe fuqinë e audiencës që e ka ai për jashtë nuk e ka asnjëri nga ne këtu, se është tipi i tillë që është shumë origjinal dhe i veçantë në atë që është. Ama në rastin e bëjmë një bisedë tjetër, normalisht planet ndryshojnë për të bërë jeta më mirë. Edhe unë e di që ai mendimet i ka shumë sakta. Edhe plus, kjo është edhe vetë si mlidh edhe mu, intuita ime, energjia ime, destinimi ime, din se kam pa tjetër me shku në finale, kur e tha Prime-in e kalum ato që tha lidhi me ndjesit. Gjë që unë e ndjeja, din, intuita ime ishte mbrënda, edhe pse njerëzim qunin ti e në delulu, ti e në iluzion, ti këshu, ti ashtu. Unë e di se që ndjej mbrënda, që më thot intuita. Pa i për që da tha që ato lofe, vishë që të kanë tonë tjirë, në delulu, jemi një univers veç vetë. Jo, po nuk është ai që të gënjeje për ndjesit e veta në mes të miliona shikuesve. Sa mujta me një ovdjallin që të so jovke. Po tani është pak edhe ofendim për atë të thua shaj ndjesin e vete ka mashtru vetëm për të më dhënë mu i fuzion. Limi po në mini lafe thash, në ajmë beg lujti, veç ka lujt edhe dul. Ka lujt si ka lujt, a i ka qënë original vetja. A, për që është original 100%? Po. Si tip? Si tip, po tipin që e formon të njeriu, nuk e formon vetëm karakteri, po dhe ndjesit si ndjet me njeriu dhe me situatën dhe vepron në bas të karakterit. Për që është karakter real është, po që atu ka lujt? Ja, së është njeri që du me lujt me ndjesit. Oj, ba më i ftyrone di u këmë këqyr dëve ka folë, shise qëtu që ju këqyr sha. Nësë ja fot. Për dhe ati vishë për që shumë gjëra një kostish, ku shef juve tjere që reagoni. Unë pasaj, edhe unë kur kam folë, kam pa vetëm kamerë, në momentin që ju kam pa ju si reagoni, mu vind të përqesh, ndërko që kisha shprej gjitha ta ndjesi. Se realisht, ftyrat e shumicave aty dhe reagimi i shumicave aty ishte qesharak. Pasi u shpreja ndjesit. Unë ku shpreja ndjesit, po shifja vetëm kamerën. Pasaj e pasha të që po ju shifte ju pasha dhe unë ju, po më vinte edhe mu përqesh, sa përqesh aqe edhe për të ardhë keq me shumicën për reagimi që po bënin, që fjalla është diçka shumë falsë, shumë skematike. Kurse s'ka lidhje fare. Unë këtu kam kuptu diçka. Unë im knastu Unë këtu kam kuptu diçka. Skemat tu ecin shumë. Skemat ecin shumë, bajnë shumë. Po.
Realiteti gjykohet. Tani për çfarë bot ju një qasi lloj skema? Ha? Për me ecë paka? Cilën skeme? Qajo? Po si me ecë? A i doli, unë dal, ku e si gjëja? Jo, ty pse dush me dal. Edhe fal pak, në rastin e të dy dalim, plus paraprakisht, ofendova atë shumë nga opinionistet unë si njëri, ndërkohë që thjesht duhet kuptoj një realitet që unë ju a thash shumë mirë në Prime. Nuk kam dërmend t'ju a servir ju bisede reale që do të kem unë me atë kur të t'jem për jashta. Se qarë realisht mund ketë penguar mua diçka. Dhe si funksionon gjëja. Që ma Olbaj nuk u stil shumë mirë me ty këtë mrena, doshur. Qa po preti me thonë opinionistat, na nuk e dina jashtë qysh jeni. A i ka bërë pak gabimet e veta, ama vepra që i ka bërë me mu janë shumë të mëdha. Ta fsha për të një arditi, si s'pëdu më përsëri. Qatë që mirë ja kom spjegu për jashtë që ku ashtë. A ishte gjithë shka piken presje, gjithë fjallë e thonë. Fix çdo gjë. E bom një bised një orë që po se po. Qatë që pika konkrete, qatë që pika logjike. Ja kom spjegu që nuk abstenoj të asnjona prej fjallëve. Edhe unë e di realisht se qysh që ndërën puna. Edhe ka dhe diçka më vjen për çudit e njerëzit. Tani, pse përdoret shprehja... Apo thu që unë e kam gabim, a? Vende jo, disa vende. Po na në pjesën jashtë nuk ja u dina. Asune se u di. Qëve, asune se u di unë e me Albën kur s'kom nejt njëtën reale. Unë e kom E më besoj pak intuitës, energjisë. Po, ja, energjisë. Po në me qakum një me motra mbaloj energjisë intuitës, shto në tu lyti, thëshë diçka tjetër, a i ki diçka tjetër. E dëgjumja, me të ndjemen, me funksionimi real, është komplet tjetër. Nuk zbëva kia, ma veç një herë i bjem i thonë, kur ma? Ama shife, me ta thënë një djalë, pa i nuk është një djalë për mu, ajo është një njëri që kena nis një ndjesi bashk, kena kalu shumë sprova, kena kalu shumë sfida, është dashnia ime. Edhe tani ka dhe diçka. A përdoret fjala në të mirë dhe në të keqe. Në të keqe nuk është thjesht në të keqe në shnet të keq. Ose në situata të vështira financiare. Edhe kjo këtu për Albën dhe për Limin ka qenë një sprov shumë e madhe. Ai ka nxjerrë vrullin e vet, që ka ndjesit e veta, se shife, një njëri që e ke pranë, një dashni, tek ai të dashnia shfryhesh. Tek dashnia ke xhelozi inate dhe përdor një shprehje nga xhelozia nga inati. Dashnin e teston e sprovon se të ka ardhur jo maj hundës, po maj kokës, gjatë gjithë jetës, duke të fut thika bas shpine njerëzit që ke mendu se të kanë dasht. Dhe ti tani sprovon. Limi si karakter është i tillë, është i paparashikueshëm dhe është testues ekstrem. Unë pak jam si karakter i ndjeshëm ndaj fjalëve, edhe pse fjalët janë thjesht sipërfaqësore. Ai në jetën tonë ka dëshmuar mu që situatat e vështira të ati, ai ka zgjedhur veproj në të mirën e vet, po edhe të mirën time e ka llogaritën brenda veprës të ati. Në situatat kur ka qenë shumë i tensionuar me mu për në një gabim timi, se normal jam edhe unë njëri gaboj, ose me psikologjinë e tij kam qenë unë gabim, edhe pse ka qenë situata e tensionuar, ai prap ka zgjedhur që qof ku është Alba, si është Alba, ta marr Albën. Kur s'm ka harruar dhe kur s'm ka lënë baltë. Edhe në momentin që më ka pasur vështirësi, nuk më ka zhytur në vështirësi, edhe raste mund të ketë qenë shumë i tensionuar me mua ose mund të ketë pas hallet e veta, përkundër më ka nxjerr nga balta. Tani ai kur i bën këta tre lloj veprash, me vepër, jo me fjalë, se tha 2-3 fjalë sipërfaqësore negative, unë nuk mund t'i gjyj këta të mira që ai ka kundrejt meje për fjalët, 2-3 fjalë sipërfaqësore negative. Sidomos edhe për ndjesin që kemi, nuk mund t'a gjyj për 2-3 fjalë vogla negative, se tani njerëz jemi gabime bëjmë. Dikush e rref grua dhe grua nga dashnia që ka, ose nga familja që kanë kriju dhe fëmijët, e toleron, heshtën dhe vazhdojnë jetën përpara. Jam e sigurt që mund t'jenë minimalisht 40% i grave në përbot, që burrat e vetë dhunojnë fizikisht, jo patjetër çdo ditë, po mund ndodhe një herë në javë, një herë muaj, qoftë edhe një herë në vit, edhe prap durojnë se e dinë që për dashni, për familje, për fëmijë,
disa probleme momentale që janë kalushme i te i kalojnë. Çdo javë më mrej mua me duru për fëmije për... Ka gra që durojnë, janë shumë pakicë. Edhe, Po nuk është në rregull. a je okej? Unë nuk jam në rregull me dhunën. Po tani them, kur ka probleme më të mëdha, njerëz jemi gabojmë, unë them shqyqyr që e ka vetëm atë pjesë. Që mund përdore tek tuk në një fjalë negative. Dhe nuk i ka gjërat e tjera. Nuk ka veset tjera. Nuk ka dhunën. Nuk ka zemër të ngushtë, është shumë zemër bujar. Nuk ka mendje të prapambetur, është shumë para. Nuk është naiv, është shumë intelektual, ka super familje, nuk është njeri i ftoftë, është super social, super familjar. Ka gjitha. Edhe të unë i ka dëshmu pikat e veta edhe logikisht, fizikisht, e kupton? Okej, më veç tonë se kumina herë s'ka dhonë lofet mira. Përveç atë natë Jo, në prajë. ai me mu nuk është kështu i fjalëve romantike, ai është shumë kritikus. Ama me vepra edhe për të më qenë afër, ka qenë gjithmonë. Me fjalë është kritikus, nuk din të thot fjalë bukra. Mi thot me raste, po mi thot tamam. Edhe nuk i ka thënë zakonisht para njerëzve. Ja shembull kur e kishim darkën e nominimeve, kur dolëm nga darka e nominimeve, më shafru mu e para, jonë së t'ju tha, ke qënë numër 1. Ose kur jam njerë këshu, vjen edhe më thot, jonë prezencë tjerve, qëndro fort, grej kokën, bëj këshu, bëj ashu, shko vishu, shko lau, hajde këtu, hajde aty, e din? Në një fjalë këshu që e ka pas momente negative, ose edhe nga hallet e veta ngarkesë, edhe unë që mund kem bën një gabim të ka njës kështu si vajsha i se prit që unë t'jem e nivelit t'il gabimeve, sa i ka shumë pritshmëri për mu. A erdhe të lafi ditit. Konsiderata. A i ka pritshmëri për mu që unë mos bëjnë në një gabim si pas logikës ati që është gabim. Ku po shkon? Edhe që realisht mund t'jetë gabim. Edhe unë, shembull kur unë nervozova matët e sfida me dolçen, jo si ishte me dolçen, me pantalonat. Po forma që kishte dalë për para, edhe tjerët që po qeshnin, e qeshnin në mënyrë përtallëse. Edhe mu më kapi inati që tjerët po e qeshnin, kapi pak inati me atë dhe i thash ti nuk je thjesht kaq me kapacitet. Ti ku e ke kapacitetin, edhin? Pastaj thash me vete punë e madhe, sa i është 20 orë këtu, edhe kapacitetin tjetër i tregon, edhe qefet e tjera i tregon. Mos u merr shumë alba, mos u bëj shumë negative, edhin? Ja dua më të mirën, edhin, edhe dua që edhe ai e shfaq më të mirën. Edhe unë gëzohem kur ai e shfaq vetë-vetën, kapacitetin e vet, edhe jam e sigurt që edhe vetë familja e tij kënaqet kur e shef tamam kapacitetin e tij që ka intelektual edhe në vepra. Ai së shef sot e dinte që do dilte ai prapë pranoi sfidët me ata, me të ujtit që u lagu çull edhe u gjujt, që sa të forta ishin si tullumbace, si e përjetumne. Ai prapë u fut në sfidë. Për çfarë? Për të mirën e gjithëve, edhe pse vetë nuk do ta shfrytëzoje. Kupton çfarë zemre ka? Po. Nuk është se ishte lufta vdekja, aty po prap ideja. Atë limit, Olimi është shumë shok. Është shumë djalosh. Edhe unë mendoj Është që shumë jashtë zemër ka me mirë. pas shok.